edhe nuk du më morë me teket e Gancë Nuzës e disa të tjerëve që kanë ndodhur në futbollin e Kosovës. Ose presidenti në t'i prejnë këtë gjona, me këta njerëz, në të merë vendime, në t'i prejnë këtë gjona, ose unë jam bashkëbisedim edhe me ekipe tjera, më thonë drejtën, kam raportet mira me gjitha ekipet e Superligës, gjithë shumica janë këti mendimi, mirë po, unë menoj që mas për fundit kampionatit keni mja një krisë për kësaj punde. Çfarë krisme është kjo? Po, qësojna, shtynë e sendëm. Do një pjesë e klubeve... Se unë e hongra si vetë, po me hongrë dikush tjetër në vitin tjetër qështo. Unë dhe Prishtina re. E do të thotë që një pjesë e klubeve janë të pakënaqur dhe mund të ketë zhvillime? Mund të ketë zhvillime? Po, janë të prit me kryu kampionatin edhe kime po. A ka nisë me po diçka rresoj pune me bisedu klubet? Unë nuk e di a ka nisë, ka pak nacit mloja, nuk e di a ka nisë. Unë s'mu dy më të thonë tash që ka nisë diçka kur s'ka në çfarë krisme kina me një shpejt? Kime një krismën që nuk ta zhvillon mo kampionatin me këta njerëz. Nuk jep mjete financiare, nuk shpenzohen mjetet financiare mo, edhe më ti fotin të ndurt e qiftit Gancë Nuzës e ati dokës që sështë mo e dove. Me kuptueshme, president, kjo është shumë shqetësueshme.